Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nuk e pas kemi ditur, duke ngrënë fasule do të zgjidhni dy nga problemet më të përhapura tek shqiptarët. A mund të jenë fasulet sekreti një jetë të gjatë dhe të shëndetshme? Dan Buettner, një autor i bestsellerit New York Times, ka ulëntuar dhe raportuar mbi të ashtu quajturën zona blu për më shumë se 20 vite. Zonat blu i referohen rajoneve ku njerëzit jetojnë më shumë se 100 vjet. Janë identifikuar 5 zona blu në të gjithë botën. Gjatë këtij studimi mbi jetëgjatësinë, Buettner zbuloi se të pestat zonat kishin një jetë të përbashkët te vaktet ditore. Bishtajat. Shkencëtarët besojnë se një ditë me bazë bimore kontribon në një jetë më të gjatë të njerëzit që jetojnë në këto zona. Dhe ka kuptim pasi bishtajorët kanë shumë vlera ushqyese. Ato përmbajnë bakër, hekur, magnez, kalium, acid folik, zink dhe aminoacide të nevojshme për shëndetin e njeriut. Ato janë gjithashtu plotë për plot me proteina dhe me fibra. Fibrat ju shërbejnë si një mikrob i shëndetshëm i zorëve edhe me pak inflamacion dhe funksion më të mirë të imunitetit, citon Buettner për CNN. Buettner vlerëson se vetëm 5 deri në 10% amerikanëve marrin fibrat që u nevojiten. Fasulet të ndryshme gjithashtu kanë sasi të lartë të lëndëve ushqyese. Për shembull, fasulet e kuqe të errta janë të pasur me kalium, ndërsa qiqrat janë një burim i mirë i magnezit. Po kështu, disa lloje të fasuleve përmbajnë më shumë fibër dhe proteina se të tjerat. Si do tilla, Buettner këshillon të hani një shumëllojshmëri të fasuleve për një profil optimal ushqyes. Fibra e tretshme në fasule mund të ndihmojë gjithashtu në uljen e kolesterolit dhe madje të ndihmojë në parandalimin e diabetit të tipit 2, duke stabilizuar sheqerin në gjak. Studimet kanë zbuluar gjithashtu se ngrënia e fasuleve 4 herë në javë ishte e lidhur me një rrezik për 22% më të ulët të sëmundjeve në zemër. Madje fasulet janë më të shëndetshme se mishi dhe gjithashtu më të përballueshme për t'u blerë dhe duhet të jenë pjesë të dietave tuaja shëndetësore. Fasulet janë shumë popullore në shumë kultura dhe janë ushqim bazë i kuzhinës meksikane, braziliane, madje edhe i kuzhinës sonë, e cila mund të aplikohet në shumë receta gatimi për të marrë vlerat e tyre në dobi të shëndetit. Fasulet e zeza janë një ushqim egzotik që përmbajnë formën e elementëve më të mirë ushqyes për dietën tuaj. Sipas studimeve të fundit, fasulet e zeza janë shumë më të mira në traktin digjesiv. Kultura e futjes së fasuleve të zeza në ujë është e pranishme në shumë vende, pasi sipas dietologëve do të evitojë edhe fryrjet e barkut gjatë konsumit të tyre. Fibrat e fasulet ju mbushin me më shumë energji. Ato përmbajnë acide yndyrore omega-3 që shërbejnë kundër plakës dhe përmirësojnë shëndetin e zemrës. Fasulet e zeza janë të pasur me antioksidantin antocianin që ndodhet edhe te boronicat. Studimet tregojnë se sa më e errët jetë fasulja, aq më lartë është sasia e antioksidantëve. Dhe kjo në fakt vlen edhe për ushqimet të tjera përfshin orizin e zi, kumbullat e zeza, çokolladat e zeza, fiqet e të tjera. Fasula e zezë në bazën ditore është e mirë dhe gjithashtu një ushqim jo shumë i shtrenjtë dhe mund të ofrojë shumë veti të mira ushqyese për trupin tuaj. Fasulet janë shumë popullore në shumë kultura dhe një ushqim bazë i kuzhinave tona tradicionale. Që të merrni vlerat më të mira të tyre, duhet t'i shtoni me patjetër në dietën tuaj, duke ditur edhe në një rëndësi të madhe ushqyese që ato kanë. Fasulet konsiderohen si një ushqim i shëndetshëm dhe janë të pasur me shumë vitamina, por ato kanë edhe disa efekte jo të këndshme. Nëse nuk i mbani si duhet në ujë përpara gatimit ose nëse nuk i zjeni si duhet, ato do të krijojnë gjithashtu fryrje të barkut dhe prodhim të tepërt të gazrave. Sipas Anesa Chambley, konsulente ushqimore specializuar, fasulet e zeza gëzojnë më shumë antioksidant se çdo lloj tjetër i fasuleve. Përfitimet shëndetësore të fasuleve të zeza janë vërtet të larmishme. Ato janë të mira në luftimin e sëmundjeve të zemrës. Duke ulur kolesterolin, fasulet e zeza sigurojnë shëndetin e zemrës falë sasive më të mëdha të fibrave të tretshme që gjenden tek bishtajat. Ato ndihmojnë gjithashtu edhe në kontrollin e niveleve të luhatjeve të sheqerit në trup. Fasulet e zeza përmbajnë nisteshte rezistente, që kalon nëpër zorrat tuaja dhe parandalon luhatjen e niveleve të sheqerit. Ato ju ndihmojnë të ndjeni më të ngopur.
Fasulet, një filxhan i tillë mund të ofrojë 15 gram proteinë dhe 15 gram fiber. Ky kombinim shërben për t'ju mbajtur energjik dhe më të ngopur. Sikur të mos mjaftonte kjo, fasulet e zeza ndihmojnë në metabolizimin e yndyrnave. Për ato që kanë gjithashtu yndyrna negative dhe personat që kanë probleme me tretjen, të cilët rrezikojnë gazra dhe fryrje për shkak të niveleve të larta të fibrave, nuk duhet t'i konsumojnë. Po kështu përdorimi i tyre i shpeshtë ndalohet edhe për çdo që ka hipertension si pasojë e sasive të mëdha të natriumit që ato mund të kenë. Edhe pse të lira, të lehta për t'u përgatitur ofrojnë shumë përfitime shëndetësore. Fasulet gjithashtu mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë për trupin tuaj, por mund të shkaktojnë edhe një sër problemesh negative. Nëse nuk i konsumoni dhe nuk i gatuani si duhet, ato mund të ndikojnë negativisht në trupin tuaj. Fasulet përmbajnë aminoacide që janë bloqe ndërtuese të proteinave që trupi përdor për të shëruar dhe krijuar inde të reja, si kockat, muskujt, fibrat, lëngjet, lëkurën dhe gjakun. Ka shumë lloje të fasuleve, si fasulet të bardha, të zeza, të kuqe e të tjera. Ndërsa shumica e njerëzve e lavdërojnë, ka disa gjëra që nuk i dini për to. Ekspertët tregojnë se veganët dhe vegetarianët shpesh mbështeten te fasulet e zeza, thjerëzat dhe lloje të tjera të bishtajave si burimi kryesor i proteinës. Megjithatë, ekspertët këshillojnë të mos e teproni me to në mënyrë që të merrni vetëm përfitimet. Shumë lëndë ushqyese janë të mbushura në këtë kokër modeste, prandaj fasulet janë të pasur me fibër dietike, janë një burim i madh i proteinës dhe përmbajtja e vitaminave si folati dhe ekuri. Gjithashtu zakonisht sjellin pak yndyrë dhe përmbajnë pak kalori, duke u bërë një nga përbërësit kryesor të një diete mesdhetare dhe një bazë më të mirë të karbohidrateve. Për më tepër, fasulet mund të jenë të mira për zemrën tuaj. Një studim zbuloi se fasulet, veçanërisht ato të kuqe, janë të mira në uljen e niveleve të kolesterolit, dhe përpos këtyre duhet të jenë pjesë më e mirë e dietave tuaja. Fasulet kanë vlera të larta ushqyese të mbushur me proteina, fibra, vitamina B, hekur, kalium dhe kanë pak yndyrë, por ky ushqim i shëndetshëm mund të përbëjë një rrezik potencial për shëndetin nëse nuk e gatuani si duhet. Nëse nuk e gatuani dhe nuk qëndron në ujë përpara gatimit, ajo mund të shkaktojë gjithashtu fryrje të tepërta dhe gazra të barkut. Edhe pse në të gjithë kohën përflitet se konsumi i fasuleve është i mirë për shëndetin, duhet të jeni më të kujdesshëm me përdorimin e saj në rast se keni edhe komplikacione në tretje. Ekspertët kanë zbuluar se dieta e pasur me fasule mund të zvogëlojë rrezikun e problemeve të zemrës dhe komplikacione të tjera. Rekomandohet në bazë ditore të konsumoni fasule të paktën 3 deri në 4 herë në javë. Fasulet kanë vlera të mëdha energjike dhe përmbajnë pothuajse të gjitha aminoacidet esenciale. Përveç kësaj përmbajnë lektin, kalium, kalcium, hekur, fosfor, magnez, zink dhe natrium. Është një burim i shkëlqyer i proteinës dhe ndryshe nga burimet të tjera, fasule ka pak yndyrë dhe nuk i përfshin yndyrat të ngopura dhe as kolesterolin. Ka një burim i shkëlqyer i acidit folik, vitaminës B6, K, riboflavin, B3. Një racion me fasule siguron 20% të fibrave të nevojshme ditore. Ekspertët tregojnë se përfshirja e tyre në dietën tuaj do të ndikojë pozitivisht edhe në rritjen e përfitimeve të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve. Ekspertët konfirmojnë se fasulet e zeza mund të jenë një nga zgjidhjet më të mira për dietën tuaj, dhe sigurisht përfshirja e tyre mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë në dobi të shëndetit. Konsumi i fasuleve të paktën 4 herë në javë do t'i japë trupit të gjitha elementet ushqyese që i kanë të nevojshme nga marrja e bishtajave. Kështu, përzgjedhja e fasuleve të duhura në dietën tuaj do të jetë një mburojë më e mirë për trupin. Dhe sigurisht gatimi i tyre duke i lënë në një natë gjatë gjithë natës në ujë dhe gatimi i tjetrës ditë në 2 ose 3 ujëra të ndryshëm do të jetë një zgjidhje shumë e mirë për të evituar fryrjen e barkut që fasulet mund të krijojnë, gjithashtu edhe gabimet në gatimin e tyre. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.